kuftoj blerimin dhe lulet në karbonar, se sa do i varfër tjetë njeriu, ai i do lulet. Pa vështrojni sa të bukura janë, është një bukuri që të futet drejtë në shpirt. Ky çobori i shtëpisë së Mehmet Xhafës dhe këto lule i kanë veselitur vajzat e tij dhe burbuqja e shoqja. Por të mëdha tashmë janë martuar. Në shtëpi me prindit ka mbetur vetë se Gladiola, që sapo mbaroi 8 vjeçaren e shpreson të vazhdojë të mesmen. Harruam të thoshim se Gladiola është emri një luleje të bukur dhe njerëzit e kësaj shtëpie, Xhafaj, që i duan aq shumë lulet, s'kishte si të mos i vini vajzës së tyre më të vogël emri Gladiola. Mirë po, edhe pse viti i ri mismor sapo ka nisur, Gladiola e vogël ende nuk është nisur për në Vlorë, ku ajo ndërron të studiojë për mësuese. Ja diçka nga intervista jon me te. E keni marrur 8 vjeçarin? Po. Me çfarë notash keni? Me nota mesatare. 9. Po. Keni pasur dëshirë të vazhdoni shkollë? Po. Çfarë shkolle keni? Kam pasur dëshirë për të vazhduar shkollën, për të marrë një profesion për mësuese. Po. Po. Pse se keni marrë këtë? Cila ka qenë shkaqet që se keni marrë këtë shkollë? Për ekonominë, për arsyet ekonomike. Sepse doni lek për ta vazhduar? Po. Është personi se do ta vazhdoni apo? Shpresat janë apo s'janë? Po, janë shpresat për ta vazhduar, për të qenë, për të mbajtur familjen time. Sepse ju duhet dili mësuese dhe të ndihmoni ekonomikisht familjen tuaj. Po. Atëherë të uroj që inshallah u rregullosh për të marrë një bursë. Faleminderit. Dhe të takosh edhe nga studente. Faleminderit.